Korea e Jugut është shfaqur si një lojtar i rëndësishëm në skenën botërore e nxitur nga rritja e saj e jashtëzakonshme ekonomike, ushtria e fortë dhe ndikimi kulturor gjithnjë më i spikatur. Korea është eksportues kryesor i elektronikës, automobilave dhe pajisjeve ndihmëse për teknologjinë. Nga pikpamja ushtarake, ajo është e mirëpajisur kryesisht për shkak të tensioneve të vazhdueshme me Korenë e Veriut. Në politikën e jashtme dhe tregtinë ndërkombëtare, Korea e Jugut është një lojtar i rëndësishëm për të gjithë Azinë Lindore dhe rajonin. Kjo edhe fal lidhjeve të forta diplomatike me Shtetet e Bashkuara dhe të tjera vende të zhvilluara perëndimore. Suksesi i saj ekonomik është i lidhur ngushtë me industrinë e saj të orientuara nga eksporti. Gjermania është një fuqi e madhe europiane me një ekonomi të fortë dhe ndikim të rëndësishëm politik, veçanërisht brenda Bashkimit Evropian. Ajo ka ekonominë më të madhe në Europë, të katërtën më të madhe në botë dhe është një eksportues kryesor veçanërisht i mallrave të prodhuar si automobila dhe makineri. Ushtria gjermane është moderne dhe e pajisur mirë, por madhësia dhe aftësitë e saj janë relativisht më të vogla në krahasim me fuqitë e tjera të mëdha. Historikisht, për shkak të luftës së dytë botërore, Gjermania ka pasur kufizime të paracaktuara në fuqinë e saj ushtarake. Megjithatë, këto kufizime po moderohen dhe po ndryshojnë. Duke qenë anëtare udhëheqëse e Bashkimit Evropian, ajo luan një rol vendimtar në formësimin e politikës së Bashkimit Evropian, G7-s dhe shumë organizatave të tjera ndërkombëtare. Prania diplomatike e saj në çështjet globale është një rëndësi të veçantë. Letërsia gjermane, muzika klasike dhe filozofia kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në kulturën perëndimore.